Kur unë them që paga minimale, për shembull, ishte 157 euro, 157 euro, dhe është 400 euro, atëherë ata që e kanë pagën minimale e di shumë mirë se çfarë flas. Apo kur them që ne në qershor do të përcjellim kompanive vendimin që paga minimale do të bëhet 500 euro në janarin e ardhshëm, sepse do një fazë natyrisht ambientimi me një risi për të bërë planet e vetë të reja çdo kompani, njerëzit e din, ata që i marrin këto paga e din. Ky është thelbi i gjës që ka të bëjë pastaj me mbështetjen që ne kemi. Se nëse unë them, për shembull, që kur ne morëm detyrën, kishte një pagë për bie fjala mësuesit, që ishte 420 euro. Dhe sot është 950 euro, Giorgio, në arsim. Paga mesatare, këtë mësuesit e din. Janë mësuesit në Republikën e Shqipërisë që e din se për çfarë flas, sepse e ballafaqojnë shifrën që unë them me faktin e tyre. Se nëse këto nuk do ishin vërteta, dhe nëse unë do flisja në hava, sigurisht që të gjitha këto kategori do të reagonin shumë negativisht. Por kur reagimi negativ vjen nga njerëz si ti në rastin tënd, që nuk janë drejt për drejt pjesë e këtyre temave që i trajtojnë nga distanca apo i trajtojnë me sy mbyllur, atëherë prandaj edhe mbetet një reagim i minorancës. Dhe prandaj kur del rezultati, është rezultat në minorancë. Kupton, i dashur Giorgio? Çfarë ka këtu tjetër? Po, Shqipëria, thot ky zoti Alibaba, merr të keqen për këtë punë, po nejse. Humbet 1 miliard, Europa po mos antarësohet. Këto janë fjalë që quhen sallat fjalësh, se unë nuk kam thënë ndonjëherë një gjë të tillë, unë nuk kam thënë humbet Europa. 1 miliard po mos antarësohet Shqipëria, unë kam thënë fiton Shqipëria 1 miliard e kusur në vit, duke u antarësuar, sepse ajo është shuma që merr një shtet i ri antar që hyn në kategorinë e përfituesve nga Bashkimi Evropian, kur bëhet fjalë për masën që ka Shqipëria, janë gjëra që ne i kemi analizuar duke pasur parasysh mekanizmin e shpërndarjes së financimeve. Ne si popull si kemi parë hajrin miliardave që sjell Europa dhe bota. A thua? Unë mendoj që nëse nuk do ishin miliardat e Europës dhe të botës në këto 30 vite, dhe kur te miliardat e Europës dhe të botës kanë parasysh gjithë ato shuma të marra me kredi, të zbutura e me mbështetje të gjithanshme nga të gjitha anët, si një vend i hapur që i referohet organizmave ndërkombëtar, sigurisht që shumë gjëra nuk do ishin bërë dot, kështu që kjo është një fjalë kot. Shqipëria është po njësoj e varfër, a thua? Po mirë, si mund të jetë po njësoj
po njësoj e varfër Shqipëria nëse kur ne morëm detyrën prodhimi i përgjithshëm kombëtar, pra gjithçka që mund të futet në vlerë, kur përllogaritet vlera që prodhon një vend ishte 9.6 miliardë euro, ndërsa në 2024 mbyll me thuajse 25 miliardë euro. Tani si është më e varfër Shqipëria? Si është më e varfër Shqipëria kur ka shumë më tepër mundësi të paguaj paga shumë më të larta se deri dje. Dhe ende më të larta do të jenë pagat vit pas viti, sepse ekonomia faktikisht nuk është ajo që ishte, dhe jo vetëm nuk është ajo që ishte, pa diskutim, por është futur në një cikël rritje të qëndrueshme. Si që nga njësoj e varfër Shqipëria. Natyrisht, kështu duket kur nuk do ta shohësh. Se nuk ka të verbër më të martë se sa i verbri që i ka syt, po nuk do të shohë. A e ke iden çfarë bëhet në portin e Durrësit apo varja propagandë sa me lidhje sa pa lidhje? Unë në portin e Durrësit isha dhe si duket të ke komentuar dhe e kam shumë të qartë iden. Dhe faktikisht jo më larg se dje kam marrë falënderime të përzemërta nga të gjitha ato kompanitë që janë atje, pikërisht sepse ja u kemi lehtësuar shumë proceset, pasi i erdhi koha lehtësimit proceseve, jo se nuk doni ta bënin më parë, por nuk kishte ardhur koha për të qenë të sigurt që proceset mund të lehtësohen dhe mund të funksionojnë jo më me kontrolle 100% për çdo njërin, po me kontrolle me bazë risku. Ajo Francë dhe ajo Londër, bujar Domi, na kanë lënë si kodra pas diellit. Na kanë lënë si kodra pas diellit. Kodra pas diellit. Diell pas kodrës kam parë, e kam dëgjuar, po kodër pas diellit këtë nuk e kisha dëgjuar, mbase ke dashur thuash pas bregut, po nejse. Ato kanë qenë dhe janë kundra kombit shqiptar. Por ti vazhdo me proq shkullat e tua derisa të zbresi derisa të zbresi sherifi në qytet, o të marshat keqe në ty, nejse s'po bëj asnjë koment. S'po bëj asnjë koment se ja erdhën zgjedhjet dhe do ta shohësh kush do zbresi e kush do bjeri. Ti akoma s'ke ujë 24 orë si që ke premtuar vite më përpara dhe thua bëhe në 2030, lenam njerëzit si ty të bëjmë për të vjedhë, po pse më gjanë duhet atëhere të më shikosh, të më dëgjosh, mbylle aksesin tim në të gjitha kanalet e tua, nuk të dalë më as në Facebook, as në Instagram, as askund, edhe bje rehat. Pse stresohesh ti kaq shumë? Ndërkohë që për ujin 24 orë po të informoj se kur ne morëm detyrën kishte ujë 24 orë vetëm në 4 zona urbane. Vetëm në 4. Sot ka ujë 24 orë në 43 zona urbane dhe në 98 zona rurale. Janë 11 kantieret hapura dhe do duhet të hapim dhe 5 të tjera gjatë mandatit 4 dhe e përmbyllim këtë transformim historik, sepse Shqipëria nuk është problemi se mbeti pa ujë në një moment caktuar 24 orë. Nuk ka pasur kur 24 orë, as në kohë të komunizmit. Kështu që është dashur një punë kolosale dhe janë dashur financime kolosale që vazhdojnë. Kështu që edhe këtu është ajo që thash më parë. Disa mund të flasin si duan, duke u nisur nga
mlefi, duke u nisur nga tifozllëku politik, duke u nisur nga arsye që nuk kanë bëjnë me faktet në të vërtetën. Mirë po, këto që unë them, i dëgjojnë të gjithë. Dhe nëse nuk do kishte njerëz që kanë 24 orë ujë, dhe janë shumica në Shqipëri, dërmuese madje, që kanë 24 orë ujë sot, atëherë do të revoltohesh. Edhe do të mbanin qëndrim. Dhe ne nuk do merrnim shumicë. Siç do ta marrim në 11 maj. Shumicën absolute. Përsëri. PZ nuk hapim dot as frigoriferin se na del tia, ju kam parlemëruar për këtë. Prandaj duhet të më ndjeni në këtë aspekt, sepse këtë e di, po është e vetmja rrugë që kam për të vendosur një ekuilibër sado të brisht midis gjithë broçkullave dhe gjithë lumrave që dëgjoni non-stop, që ju shfaqen non-stop, dhe fakteve dhe disa të vërtetave që duhet të mos mbeten pa u thënë. Kështu që si t'ja bëj? Ju prisni votën, unë pres pensionin në Itali. Kot të pyes deri kur do pres. Do presësh deri kur shteti italian